Gropat e hapura nga firma kontraktuese si pasojë e punimeve në rrjetin e ujësjellësit dhe mungesës së sinjalistikës së dur janë shndruar në një shqetësim serioz për qytetarët e Elbasanës. Fëmijë dhe të moshuar kanë rënë prej incidenteve të shumta gjatë ditëve të fundit, ndërsa 10 drejtues mjetësh raportojnë për dëme të konsiderueshme materiale. Përballë kësaj problematike, duket se pushteti vendor është i pafuqishëm, ndërsa zëvendës drejtori i policisë së qarkut të Elbasan, Blerim Berbati, kërkon marrjen e masave të menjëhershme. Në shëtimin e rrugëve të Elbasanit kalon disa gropa, goxhat mëdha, sidomos një tek kafetet, s'ka sinjalistik, as asnjë gjë, shoh shumë shpesh e ribin zonës pleq. Në disa vende ai kalon gropa që bën jo vetëm pengesë për lëvizjen e mjeteve, por edhe këmsorëve dhe mund të bëhen burim aksidenti. Ne kërkoj që t'i gjendet ana dhe ai ose të mbyll gropën ose të vendos sinjalistikën e duhur që është paracaktuese. Kontrata e kompanisë private mbaron në dhjetor, që do thotë gjitha punimet që janë në qytet duhet të mbyllen brenda kësaj kontrate. Deri tani nuk ka pas ndonjë kërkesë për shtyrje punimesh, do të thotë brenda kësaj periudhe gjitha gropat. Fundjavave të ndryshohet sinjalistika pranë shkollës së Mengelit me qëllim shmangjen e trafikut në atë aks rrugor. Një kritike kishte edhe ndaj firmave kontraktuese të mirëmbajtjes së rrugëve, duke theksuar domosdoshmërinë e ndërhyrjeve të menjëhershme në rast aksidenti apo në periudha me rreshje dëbore. Besoj që këtë që tha që i kanë marrë masat për kripën e mjetet, sidomos për zonën që lidhemi me Pogradecin, që thamë që është bërë problematik disa herë në vite, pra t'jenë korrekt. Sot çdo ndryshim kohor dallohet shumë shpejt dhe ata duhet të jenë korrekt pranishëm rrugë që në momentin kur fillojnë rreshtet të hedhin kripe, jo pasi të bëhet të bllokohet trafiku se nuk e ha dot, se pastaj nuk të lejon trafiku që ti ta bësh atë proces punën. Nëse ata do të jenë korrekt me fazat e me gjërat, besoj që nuk ndodh. Rreshtet e fundit shkaktuan probleme të shumta me bllokimin e rrugëve nga inertet, ndaj kërkohet fillimisht parandalimi dhe më pas ndërhyrja në kohë për të shmangur situata të ngjashme në të ardhmen.